që të gjithë vëmendjen në këto çastet ja japim hiç më shumë hiç më pak se zarfit. Faleminderit. Një zarf që do të përcaktoj 4 fermerët më pak të votuar, të cilët sonte përballen në një sfidë individuale. Vetëm njëri prej tyre do t'ja arrit të shpëtojë. Pjesa e mbetur do të përballet në një tjetër televotim për eliminimin, po në mbrëmjen e sotme. Por, si gjithmonë, ky show është i paparashikueshëm. Fermerët e mbetur jashtë kësaj liste, si rrjedhoi e renditjes në maj të saj, do të kenë mundësinë të jenë kandidat si finalist. Si qyshte, qëndroni deri në përfundim të mbrëmjes për ta zbuluar. Thënë të gjitha këto, unë jam gati që të shkoj dhe të ndaj këtë lajm, për të cilën nuk janë as pak në dieni, fermerët tanë. Më çonin në arenën e brendshme, ju lutem? Ja hap edhe çaj kam. Fermer! Çaj kam çit gjonde. Je në rol. Tani e kuptova që je në rol. Jam me ju sërish, nuk po ju pyes për çfarë po diskutoni, sepse në këtë moment dhe njerë, Big Mama? Nuk kemi fund, ne, për sa të diskutojmë. E di që nuk keni fund, por ne dhe ky program në fakt ka një fund, atë datën e rëndësishme, dhe është një moment kulminant edhe ky për cilin erdha tani. Do ndalim në një moment deciziv për sa i përket qëndrimit të njërit për jush në ferm. Në takimin e shkuar, një televotim u hap. Në mbrëmjen e sotme 4 prej jush do të përballen në një sfidë individuale. Sfidë e cila do të ketë vetëm një fitues, i cili shpëton nga televotimi që do të pasojë. Televotim i cili brenda mbrëmjes së sotme do të sjellë një eliminim. I ftoj të gjithë fermerët të pozicionohen në mes të arenës përveç Big Mamës, e cila është tashmë finaliste. Okej. Jam gati të ndaj me ju emrat e këtij televotimi. Besoj që isha i qartë në shpjegim. Jo, se kuptova i çik. Okej, atëherë Erand do lexoj tani emrat e 4 fermerëve që publiku ka votuar për të sfiduar sonte, si më pak të votuarit. Dakor. Ata do të sfidohen në mënyrë individuale. Po, e kuptova. Pjesën tjetër më kuptove. Okej. Fermeri i parë që sfidohet sonte është Ylli. Fermeri i dytë, i cili sonte sfidohet, është Ester. Fermeri i tretë, që shkon sonte në një sfidë, duke rrezikuar kështu për qenë pjesë e televotimit për mbrëmjen e sotme, është Andrea. I kërkoj edhe Esterit të dali nga rreshti, ju lutem. Okej. Hajde u lekte. Faleminderit. Po. Dhe jam gati të ndaj me ju tani emrin e fermerit të katërt dhe të fundit, i cili shkon sonte në një sfidë. Fermeri i katërt është Elinara.
Emrat më lejoni të theksoj që janë në rend rastësor. Dhe në këto momente, nëse nuk keni pyetje të tjera, Dhe një sqarim të shpejtë sa i përket kësaj. Jemi në një sfidë individuale. Kush e humb sfidën, kush e fiton i pari, del fitues të 3 shkojnë nominim sonte. po, Okej, nuk qartë. keni dëgjuar sakt. Faleminderit Luana. Ju ftoj të drejtoheni tek arena jashme dhe të bëheni gati për sfidën. Okej, Me po, njëherë tani. Të ndrojemi Luana, më Edhe fal. pjesa e tjetër do shkoj për ta ndjekur live sfidën. Super. Më ktheni në studio. Krejtësisht e papritur për ta dhe jam e bindur edhe për gjithë ata që tashmë janë afeksionuar me këto personazhe. Por votat përcaktojnë gjithçka në këtë rrugtim dhe çdo puntat e më shumë do të jetë e tillë se jemi gati krejt në fund. Secili prej tyre e ka një datë të caktuar. Ndonjë emër që nuk do e donit personalisht në këtë sfidë, ose më lejoni t'ju citoj që sfida është sfidë ekuilibri, teknike dhe balance. Kë shihni më të rrezikuar nga 4 emrat? Unë shoh Andrean. Që Andrean më të rrezikuar? Më të rrezikuar, po, sepse mendoj që është edhe paktën personi që ka krijuar edhe më shumë stres aty nga gjitha të përzgjedhurit e publikut për të qenë sfidë. Mendoj se tjerët kanë dhënë diçka më simpatike fermës, kanë shpërndar pak energji më pozitive. Okej. Gjithsesi, pavarësisht përçarjeve që mund të jenë të krijuar atje, për mua Andrea është ai që do ta humbas sfidën. Kastro, ty po ta bëj ndryshe pyetjen, kush mendon që do e fitoj sfidën? Tani, nëse do t'ishtë, është tekniko, si the? Ekuilibër, teknik dhe balancë. Tani, trash e trash, Ylli nuk i plotëson të 3 këto. Trash e trash, Andrea, me gjitha Andrea jo është teknik në atë. Rrezikon Ylli dhe Ester. Dhe më pak të rrezikuarit shoh Elinar me Andrea. Me Andrean. Si pasojë kësaj sfide, tani është për tu parë sfida se si. Po, absolutisht, gjithçka e përcakton sfida. Nëse do të ishte një sfidë mendje për shembull, unë di fituesin, kështu që. I cili kush mund të ishte? Po tash nuk është sfidë mendje, kështu që se them. Do e thuar tani se ne kemi dhe pak sekonda kohë para se shkojmë atje se ata duan kohë që të ndrohen dhe unë do bëj muhabet me ty. Unë do kisha shumë qejf që unë personalisht të bashkëpunoja me krijuesin e lojrave tona, të cilin unë e përgëzoj shumë sepse gjatë gjithë këtyre javëve na ka krijuar me të vërtetë. Është e vërtetë, dhe unë kam marrë shumë komplimenta për lojrat nga publiku, është e vërtetë. Por për te konceptit të fermës që për bazë ka elementin, themi, fizik, që ti duhet kujdesesh për çdo gjë, duhet harrojmë që botën fizike ka krijuar bota mentale dhe pa të kjo nuk do të ekzistonte. Po, mjafton ta kesh këtu në kokë që është e mundur dhe realizohet. Dhe realizohet vërtet. Beso mua nga eksperienca që kam qenë ai njeriu që kam qenë në tokë, madje në minus tokës dhe me dëshirën e madhe të mendjes dhe përgjegjësinë e madhe ndaj njerëzve të mi që i duam shumë, ja dola, do ja dal, do vazhdoj t'ja dal. Dhe unë jam shumë krenare për Kastron sot, të thënë të vërtetën, Kastron. Dhe kur e bëra unë, atë mund ta bëj kushdo dhe për këtë e them me siguri më të plotë. Bravo, mesazh i bukur ky sonte. Jam edhe njësh kështu për të evituar pyetjen që më bëre. Ma evitove, po edhe unë jam njësh për mos shkuar prap atje kur nuk kam ndonjë interes të madh. Prandaj edhe energjia jonë është shumë e mirë gjithsesi. Prandaj edhe kemi 3 njisha këtu. Zhaku dhe komentet e saj gjithmonë plot hare. Më konfirmoni nëse janë gati ata, ju lutem. Duan dhe pak fare, pa diskutim që duan, sepse pjesë e kësaj sfide është edhe Elinara, e cila me informacionet që kam, ose me të paktën duke monitoruar 24 orë, vonon shumë për të ndruar. Elinara, nëse do t'ishte njeriu i krijuar me copa, për shembull koka veç, dora veç, gishtat veç, unë mendoj që Elinara nuk do e zgjasem shumë se 1 javë, për shembull se do ngelesh në koka një moment. Sepse gjërat ka dhe shumë bijuteri, ka shumë litse, ka shumë skidhje, ka shumë rypa, ka shumë gjëra. Më shpejt mund t'isha ndruar me këtë korsen timi që tu dy orë për ta vendosur se sa Elinara. Për këtë korsen do të bëj shumë komplimenta. Faleminderit. Pa leje, do t'i bëj pa dogan, pa leje. Në mënyrë ilegale do t'i bëj se e meriton plotësisht, është geniale. Bravo, dhe sot je një yll. Është bërë si princesa Jasmine e Aladinit, por variant norvegjez. Ndërsa unë do bëja
si Sailor Moon, po variant shqiptar. Nuk di të ke marrë komplimenta më shumë në ndonjë spektakël sa me këta të dy. Unë do vdes. Na kanë bërë të korruptuar fare në të dy. Faleminderit nga zemra Rali. Jeni të papar. I meriton shpirt. Thank you. Ndërkohë ata janë gati që ne mos të zgjatemi më këtu tani. Shkojmë tek arena e jashtme. Fermer! Po, Luana! Jam me ju, nuk e di me sa ethe nga këto të garës jeni ju, po ne këtu me të thënë vërtetën jemi vërtet të emocionuar për të parë këtë sfidë e cila përcakton shumë çka në këtë pikë të lojës. Dhe këta të katërt goxha me ethe janë, se i pashëm kur i shtuan, le qa bëjmë që si njësha të shi. Po jo, ne nuk e thamë, ne thamë jemi. Për parë të dy shpjegoj sfidën, Luana, Po Albana. më lejoni të falenderojmë, themi faleminderit Aranxhata, pia freskuse ikonike shqiptare, e rithjem nga Gvina, plot ngjyra dhe nostalgji me tre shije fantastike. Faleminderit Aranxhata. Tani, shpejt e shpejt ju shpjegoj sfidën. Afroni të katërt, ju lutem. Ta shpjegoj në një vend që ta merrni vesh të katërt. Vetëm kështu, mos zini kamerët, ashtu. Ideja është kjo, ja ta shpjegoj këtu. Shtuni pak mandej. Do kapni këtë litarin, mund të largohesh pak mandej të lutem, që ta kuptosh. Dhe dhe mbani litarin të ndosur, do vini, do merrni aranxhatat me radhë, për shembull, dhe duke mbajtur balancën, do i vendosni, unë po e bëj me një aranxhat vetëm, do i vendosni fiks të viza këtu. Dhe pastaj do të mbani prap balancën deri në fund, për të marrë aranxhatën tjetër dhe kështu me radhë. I pari që vendos aranxhatat, fiton. Tani kujdes. Në qoftë se ju rrezohet aranxhata, Që ty sa po të rrezua? jo, e rrezova kastilën, që se rrezohet që t'ja shpjegoj, do e merrni, do e çoni prap aty nga fillimi dhe do filloni. Në qoftë se ju rrezohet një, do ktheni një. Në qoftë se rrezohen 8, do ktheni 8 nga fillimi. 2 smujmë marr. Jo, një nga një. Një nga një. Sa minuta kohë kemi në dispozicion, Albano? Ta dini e keni me kohë, Agaj më tha mos ja u trego, është me Nuk e kohë. tregojmë kohën. Okej. Mbrapsh militarin. Urdhro? Bashkë militarin kthehemi prap mbrapsh e lëm prap edhe. Si bashkë militari? Po pra kështu. Po pol çove militarin të ranë të gjitha, shkush kuptimi? Mirë. Okej. Duhet të mos bien pra I Ester. pari që çon 10 aranxhatat e viza shpallet fitues. Po, mora vesh. Okej, duke Për ndryshe, në dëgjuar qoftë se vononi, Agaj do më thot kohën dhe unë do i bëj countdown Albano të mbrapsht. kenë vëmendjen tek një gong i cili do bie. Po, e keni me kohë. Me Është dhe gongun që shpejt bie, dhe balancë. mbaron sfida. Jo, filloni këtu, jo këtu, kap militarin dhe jeni gati. Kap militarin. Që në fillim mbajt kështu. A e keni kuptuar sfidën qartë, ju lutem? Po, Luana. Okej. Momenti balancës fillon kur. E keni kuptuar të katër sfidën, ka pyetje? Jeni gati, Luana? Jemi Jemi gati, gati, Shqipëria? Albano. Ja nisim. Go! Ah, porca loro. Boss! Tjetër një brenda vitës aranxhatat, po janë jashtë të thuet, dhe kontrolloj unë. Oh! Mos vërtis një fare, për. Ester, vazhdo qetë, Ester! Ester! E zemra! Ja, intereson dhe. Ta lëqoj! Jo, Elinara e la pasira gongu. Si? Elinara e la... Po tani këtë të fundit la, shtijet apo shakaj? Okej, në rregull. Gjithsesi dhe për ta kishte lënë përpara Elinara, Andrea ka vendosur 5, Elinara ka vendosur 4. Kështu që fituesi i sfidës është Andrea. Andrea Urime. Faleminderit. Elinara Ylli dhe Ester më vjen keq. Jo, se keq, kjo është loja. Ju Kjo është loja. përpara. Po.
Tani, unë dua që Albano ashtu si qeni të riktheni të arena e brendshme, sepse komunikimin dhe hapjen e televotimit do ta bëj në një moment të dytë. Okej, right away, right away. Faleminderit ju. Faleminderit Aranxhata. Si ma ti lesh, më drejt. Unë fal Ester ti hiç. Ishte përqendrim, asgjë tjetër nuk. Kthehemi në studio. Pse do e hapun televotimin më vonë, do thoni ju, sepse vetëm pas pak sonte futet në fuqi edhe Hajmalia.